Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit Arben Sheu ditën e sotme ka prezantuar raportin vjetor 2024 në mbledhjen e përbashkët të Komisionit për Nismat Qeveritare dhe Komisionit të Ekonomisë. Kreu i KLSH ka listuar një sër shkeljesh të identifikuara gjatë 159 auditimeve të kryera gjatë vitit të kaluar. KLSH gjatë vitit 2024 ka kryer 159 auditime në të gjitha hallkat e qeverisjes. Janë dhënë 4.378 rekomandime, ku ishin 993 masa disiplinore, 66 masa administrative, 697 masa për efekte financiare. Është konstatuar mos regjistrimi ploti i pasurive, mungesë dokumentacioni për pasuritë e paluajtshme, ka patur probleme në regjistrimin e aktiviteteve, duke rritur rrezikun e tjetërsimit të pasurive, tha Sheu. Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit tha se probleme janë evidentuar edhe në disa bashki të vendit, sidomos me detyrimet e prapambetura. Në disa bashki është konstatuar mungesë evidencash mbi detyrimet e prapambetura, mos llogaritje e kamatvonesave, si dhe mos regjistrimi i detyrimeve të njohura me vendim gjykate. Kjo krijon jo vetëm pasaktësi në pasqyrat financiare, por edhe rrezik real për rritje të detyrimeve në të ardhmen dhe përballje me penalitete të pajustifikueshme si kosto shtesë buxhetore, tha Sheu. Institucionet qendrore vendore, tha ai, vijojnë me problemin e largimeve të padrejta nga puna të punonjësve. U identifikuan problematika në administrimin e burimeve njerëzore, kryesisht me largimet e padrejta nga puna, tha Sheu. Për të gjitha shkeljet e identifikuara, janë bërë 13 kallëzime penale. KLSH ka referuar raste me element penal tek organet e drejtësisë. Gjatë vitit 2024, KLSH ka dërguar 13 kallëzime penale, të cilat përfshin rastet ku auditimi zbuloi veprime ose mosveprime me shkelje të rënda të ligjit. Përveç kallëzimeve, KLSH ka përcjell me kërkesë të organeve ligjzbatuese edhe 35 materiale të tjera informuese për çështje që kërkojnë hetime të mëtejshme, tha Sheu.